vendimi i gjykatës kushtetuese ose mos vendimi i gjykatës kushtetuese, mendoj që në përfundim të saj, në fund të saj, nuk ndihmoi askënd përveç Edi Ramës. Pse them nuk ndihmoi askënd përveç Edi Ramës? Sepse e para një la të hapur një çështje shumë të rëndësishme, që është se sa fuqi ka një pustet gjyqësor të ndërhyjë në ekzekutiv ose mbi një pushtet i cili është i deleguar nga parlamenti, pushteti i ministrit, apo jo. Kjo ka nevojë shumë për një vendim dhe për mos u lënë e hapur në kushtetut dhe për mos mbetur grop e zezë, e cila mund të bëjë gjithçka, mund të marrë qafë çdo gjë dhe mund të jetë fush për abuzim me pushtetin nga të gjitha krahët. E dyta është që nëse gjykata kushtetuese do kishte marrë vendim pro ose kundër, ne sot do të kishim përballë nevojën për të mbledhur Këshillin e Mandateve të Imuniteteve, apo jo? Natyrisht, po. Ndërsa sot s'është e nevojshme pothuajse, sepse mos vendimi ka kthyer pezullimin dhe Këshilli i Mandateve të Imuniteteve ka mbetur si masë e tretë, e cila në përgjithësi është jo proporcionale dhe e panevojshme. Kështu që o masa e dytë ose masa e tretë do të rinin në këtë mes. Në qoftë se kushtetuesa do të rrezonte masën e dytë, atëherë do të ishim sot te masa e tretë, përsi që do ishte në fakt masa e dytë. Kështu që besoj që Rama ka marrë një ndihmë me ose pa dashje nga gjykata kushtetuese, nga një mosvendim, por gjithsesi ne do të shohim sot se si e sheh këtë Brukseli, e sheh si një shmangje ndaj drejtësisë, si një hile ndaj drejtësisë, apo si një vendosmëri e Ramës për të vënë drejtësinë në këtë vend, si garancia e vetme, si thotë ai, që është garancia e vetme për drejtësinë në vend. Ne kemi parë sa garanci është Rama, dhe më vonë besoj me çështjet e tjera që do dalin, që priten, do ta shohim që Rama që nuk është garancia, është problemi. Dhe Rama në qenë moment në parë që problemi ju afrua, nuk nguroi të tregonte që ai është problemi, nuk është garancia e drejtësisë përvarur. Si parashikohet, mos gaboj, është folur deri tani se asnjëra parë nuk jep detaje për këtë takimin Kosta Rama që do të zhvillohet atje, po është një darkë pune apo jo? Qofse është një darka nuk është një setup shumë i mirë për kritika të forta. Darkë shkojnë zakonisht njerëzit për të pajtuar pas në një zënke bashkëshortët për shembull. Ndoshta e pajtohen pasi takimin që patëm para 2 javësh, nëse ju kujtohet, i cili kaloi dhe në eshtje, por i cili kishte një njëjtën temë. Pastaj pati një takim të sekretarëve të shtetit